Një grup bamirës në Shkodër tashmë kanë kthyer në traditë që çdo Bajram të ndajnë festën në shtëpinë e fëmijës në Shkodër. Ridvan Luzaku tregon se askush më shumë se këta fëmijë nuk ka nevojë për dashuri dhe vëmendje. Kënaqësi e madhe për mua sot, për neve, për grupin e të rive të bamirës të qytetit të Shkodrës, me u rikthyer edhe një herë tek shtëpia e fëmijës por në këtë qytet, për me e nda gëzimin e festës së Fikër Bajramit. Unë duhet falenderoj përzemërsisht në radhë të parë stafin e kësaj shtëpie, e cila na hapi dyert dhe na dha mundësinë për me nda gëzimin e festës së Bajramit. Gjithashtu duhet falenderoj përzemërsisht të gjithë ato të cilët kanë kontribuar gjatë komplet muajit pamundur të Ramazanit dhe kanë menduar që një pjesë e mirë e të ardhurave të mbledhura të vinë për shtëpinë e fëmijës në qytetin e Shkodrës. Fikër Bajrami që në thelb ka pikërisht dëmshurinë dhe dashurinë që duhet të kemi ndaj njëri tjetrit, kur ndahet me shtresat më në nevojë, kjo festë merr më shumë kuptim. Fëmijët e shtëpisë 6 deri në 16 vjeç u gëzuan jo vetëm tryezës plot dhe dhuratave, por edhe kohës së kaluar në ngrohtësi.